Përshëndetje. Si që thanë dhe parafolësit, kur vjen në këtë lagje, në këtë mjedis kaq të bukur, na duket sikur jemi në Tiranë. Sepse Tiranën e kanë uzurpuar pushtuesit. Ma mërmendja as nazi fashistët nuk e kanë shkatruar Tiranën ashtu siç e kanë shkatruar këto regjime kriminale të Sali Berishës dhe sidomos të tij Edi Ramës dhe sharlatanit Erion Velia. Tirana është bërë geto. Geto si Kalkutës së Indis, atje ku jetoi dhe punoi Nën Tereza, në mbjerim të madh. Këtu jemi në Evropë, patjetër që këtu ka buzkuqe, ka flok me ngjyra, jo si në Indi, po këtu është mbjerim. 700.000 pensionistë jetojnë në mbjerim. Dhe as i bëhet vonë fare. Përfitoroni, pyfdoni një shtëpi që ka nënën dhe babën, djali i martuar me fëmijë, edhe ta lërë babai i thotë ti kaq pension keqe, kaq ke punuar, ti do hash supë, ne do ham mishinji. A është padrejtia madhe, a është krim që mund të bëhet në një familje prindërve? Kështu është dhe ky. Ky nuk do ta di. Neve pensionistët na trajtojnë si lot, na mielin, na marrin qumshin, na marrin në viqin, se kanë majta i morën, ata viqat tonë, ikër jashtë, na i përzuri. Dhe kulmi fare, edhe si kur tjetë duke vdekur e pensionistin 90 vjeç, hajde i thonë, i bën shëbimin e fundit, hajde i dhe voto për neve që të marrin pushtetin. Ta maskare janë, ta fashista janë. Edhe thotë, unë do t'jap pashaporta për në Evropë. Ajo është pashaport për në Europë. Për çfarë duhet vëm në Evropë neve? Ne dhe sot vëm në Evropë po të kemi lek. Si shkon ky që e pi kafe në Londër. Unë e dua këtu, jo të pres në Evropë. Ky s'ma hap derën mo të ankojmë, s'ma në derën, nuk jetë mo mundësi të ankojmë. Po pse ma, a ishim 8 protesta rresi, nga 5-600 pensionistë. Një pjesë me karroca, me zjerësit paralizuar, një pjesë me patarica. Edhe nuk qoj njëri një nga do drejtorët në të konde neve. Se ky është qapilës, ky është armik i popullit shqiptar. Edhe as ka për të bërgja. Por, se ky tani, kjo është fushata më ndyrë që ka bërë Edi Rama, që ku ka ardhë, që ka marrë pushtetin para 20 vjetësh në bashki. Pse? Sepse në 24 korrik të vitit kaluar, Edi Rama dhe Sali Berisha ligjëruan pushtimin fashisto-demokratiko-socialist të Shqipërisë. 7 prindit 39-ës s'është që hiq para kësaj. Dhe populli shqiptar me bekimin e Europës kanë heshtur, sepse media shqiptare është një ushtri si SS-et e Gestapos naziste. Media jonë, shikoni na i media këtu ju, na asnjë s'vjen media te televizja bashkë. Shkojnë te Saliu, shkojnë te Edi Rama, mbushur media ato kamerat e tje. Edhe studiot mbushur plot me sagat të tyre janë. Këta opinionistët, analistët që janë që marrin nga 10-15.000 euro në muaj, ata të punë bëjnë. Dëgjoja se si i turrësh i Redit, një nga të sagarët e nazistë, një kalaja. A i si... I thoshte këtia, a beson në Zoti? Shpunge ti, a besoj unë? Besimi është shpirtëror, është vetjak. Shpunge ti. Unë përvajsoj një parti legale, e njohën nga gjykata, nga ligji. Atere, pse do të thoshti muas, a beson në Zot? Pastaj cila parti e ka të shkruan në program që antarët e partisë tonë do t'jenë o islamik, o ortodoks, o katolik, ku janë këto? Pra në parti, në asnjë parti politike, edhe në botë, nuk ka të tilla, përjashto këto e vendet islamike, që atje vendos Hoxha dhe Prifti, ke Greqindi, kryeministri i Greqisë, presidenti, votorën mbi Bibin, ose në Rusi, po thaj krye Prifti, asgjë s'bëhet. Prandaj janë
Pse s'ja bëj këto pyetje Sali Berisës dhe Edi Ramës? Pse s'ja bëj? Sepse Lëvizja Bashkë është e vetmja parti që mbron interesat e popullit shqiptar. Kush është e keqja më e madhe? E keqja më e madhe nuk është se ne është betonizuar qyteti. Sepse s'u ka plera, tu s'ka qerë dhe s'ka kopshe. Kështu ka mërqen. Ne në Shqipëri nuk kemi demokraci dhe shtetë ligjor. Ka marrë fund çdo gjë. Prandaja, e keqja më e madhe tjetra vjen, sepse populli shqiptar ka ulur kokën. Ka ulur kokën, s'kemi çaj bëjmë në këtyre thonë. Po ti po ndonjë po ulur kokën, ti merr 80.000 lekë kooperativist. Edhe thua unë, kaq më takon. Çfarë do me ti? Ti e ke trajtuar vetën tënde si bakti. Ti s'ke respekt për vete. Çdo ditë ke respekt dhe shteti për tyja. Prandaj duhet t'i bëjmë thirrje të gjithë njerëzve. Lëvizja Bashkë është si ajo në errësirë, një qiri për të parë rrugën. Në qoftë se Lëvizja Bashkë sot nuk do t'ishte, nuk do të ekzistonte, Shqipëria ka marrë fund. Ka marrë fund. Prandaj kush është me mend në kokë, kush është anëtar, mos ta trajtoj vetëm si kur jemi shqiptarët e para 500 vjetëve të robërisë turke. Ata po e duruan 500 vjetë turkun, po ne në shekullin e 21. Kështu do vazhdojmë akoma të themi Rama, Berisha, këta e kanë dorë, edhe ne s'kemi çfarë bëjmë. Me votat tona vim pushtet, pavarësisht ata e bën ligjin me ato listat e mbyllura dhe e vulosën përfundimisht të punë. Faleminderit.